Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takoheni sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të sjellur tashmë komentimet më të fundit dhe ngjarjet që kanë ndodhur në shtëpinë e Big Brotherit. Nuk e di ju, a ua ka zënë syri, por mua ma ka zënë. Kishte një moment ditën e djeshme, teksa banorët po merrnin këtë vitaminën D dhe po qëndronin në diell. Edhe gjesti ishte ulur në një cep të verandës, njëkohësisht ishte Egli që ishte ulur te pishina dhe po e shionte pafund, Egli po e shion pafund këtë Big Brother, sidomos këtë rihyrjen e dytë e ka kështu glamuroze, dhe ishte gjesti i cili po mendonte dhe po bisedonte me kamerat. Në fakt po fliste me nënën e tij. Unë jam munduar të krijoj një kronologji për ta komentuar pastaj këtë kronologji. Njëherë do ta lexoj atë që unë kam krijuar dhe mendoja që është ashtu, dhe më pas do ta zbulojmë se avash se nga ku vjen kjo mërzitje, çfarë ka dobësuar gjestin emocionalisht, shpirtërisht, psikologjikisht, fizikisht jo, po psikologjikisht po. Mos vallësh të kin ndykimi që gjesti nuk arriti do të shkon si pari për finalist, kok më kok me Rozanën apo me Gertën. Domethënë, ka shumë pikë pyetje që po vinë në kokërat tona dhe unë doja që ta ndaj me ju. Ditë e djeshme ka qenë një ditë e qetë, në dritën e bukur të diellit në verandë, gjesti ul në vendin e tij të preferuar, larg bisedave të zakonshme të banorëve, larg zhurmës dhe lojrave strategjike që tashmë kishin pushtuar shtëpinë e Big Brother. Ai e ndjeu nevojën të fliste, por jo me ndonjë nga konkurrentët, as me publikun në mënyrë direkte, por me kamerat. Sepse vetëm ato e kanë dëgjuar pa e gjykuar. Vetëm ato e kanë parë në momentet e tij më të dobta edhe më të forta. Vetëm ato kanë regjistruar çdo mendim, çdo lot, çdo buzëqeshje që fshihej pas një maske të lodhur nga loja dhe jeta brenda këtyre mureve. Edhe pse nëna e tij, zonja Sebahat, i kishte thënë të mos mërzitej dhe të qëndronte i fortë, gjesti nuk mund t'i shmangte emocionet. Ai kishte pritur shumë gjatë për një moment si ai që produksioni i kishte dhuruar. Një takim me prindërit e tij, një përqafim, një fjalë ngrohtë nga ata që e duan më shumë se kushdo tjetër në këtë botë. Takimi i kishte dhënë forcë, i kishte mbushur zemrën me dashuri dhe shpresë, por mbrëmjen e kaluar, vetëm me kamerat, ai ndjeu se mallëngjimi e kishte kapluar më shumë se kurrë. Syt ju mbushën me lot teksa mendoi për flinë e Kosovës, atë gatim të thjesht por të mbushur me dashuri, që nëna e tij e përgatiste në çdo 2 ditë. Ai ndjeu në mendje aromën e saj. Ndjeu se kujtimet e fëmijërisë, të momenteve kur e priste me padurim të ulej në sofrën familjare, kur nuk kishte kamera, nuk kishte vëzhgues, nuk kishte eliminime apo nominime, kishte vetëm dashuri edhe qetësi. Në ato çaste në mes të një loje, ku çdo gjë vlerësohet edhe analizohet, ai nuk mundi për strategjinë. Nuk mendoi për finalen as për votat, ai mendoi për shoqërinë e tij, për rrugët e fshatit të tij, për zërat e njerëzve që dikur e rrethonin, për jetën e tij të përditshme që tashmë i dukej kaq e largët. Në mendjen e tij u shfaqën netët e gjata me miqtë, bisedat e sinqerta, momentet e vogla, por që tani dukeshin kaq të çmuara. Dhe më pas mendimet e tij u kthyen tek ajo që e kishte munduar më shumë ditët e fundit. Mos për zgjedhja e tij si finalistin e parë nga banorët. A ishte kjo një shenjë që ai nuk ishte aq i rëndësishëm në këtë lojë sa kishte menduar? A ishte ndonjë sinjal që banorët nuk e shihnin si fitues? Për muaj të tërë ai kishte dhënë më të mirën e tij. Ishte përpjekur të qëndronte i vërtet, të tregonte forcën edhe karakterin e tij, por ndoshta kjo nuk kishte mjaftuar. A e dobësoi kjo shpirtërisht? Unë do të them që po, e dobësoi.
Gjesti nuk mund të gënjente veten. Ai e dieu se diçka brenda ti u thye, kur pa se nuk ishte zgjidhja e parë. Nuk ishte çështje krenarie, nuk ishte çështje ambicie, ishte thjesht një ndjenjë lidhur e mos vlerësimit të tij. Ai nuk donte të mendonte se sakrifica e tij, lodhja e tij, e gjithë kjo rrugë po shkonte drejt një fundit të parëndësishëm. Ai nuk donte të ishte thjesht një tjetër emër në listën e të eliminuarve, një tjetër konkurrent që do të harohej sapo të mbaronte ky format. I vetëm në atë verandë, duke folur me kamerat, Gjesti ndjeu peshën e çdo momenti që kishte kaluar brenda shtëpisë së Big Brother. Më shumë se 6 muaj, brenda 4 mureve, pa një përqafim të vërtet, pa një shëtitje të lirë, pa ndjesinë e thjeshtë të qenit jashtë i lirë. Kështu ndërsa nata bëhej më e errët dhe mendimet e tij më të thella, ai filloi që të pyes veten e tij. A ja vlejti e gjithë kjo sakrificë? A ja vlejtën në netët e pa gjuma, përplasjet, lotët e derdhura? A do të arrijë ai deri në finale? Dhe nëse jo, çfarë kuptimi kishte gjithçka që ai ka kaluar? Në fund, ndërsa qëndronte aty, me sytë e drejtuar ka qielli, ai e kuptoi se nuk kishte një përgjigje të menjëhershme për këtë pyetje. Ajo që dinte me siguri ishte se malli për shtëpinë, për fëlinë e nënës, për lirinë, nuk mund ta mbushte askush. Ai e dinte se pavarësisht se çfarë do të ndodhë, ajo verandë do të mbetej një dëshmitare e ndjenjave të tij më të sinqerta, të një lojtari që tashmë ishte lodhur, por akoma nuk po dorëzohej. Unë mundova që ta përmbledh Gjestin në këto fjalë. Do të them pse? Sepse unë jam shumë i bindur që pa marrë parasysh gjitha mendimeve që Gjesti ka në kokë, sepse këto mendime Gjesti filloi t'ia mendësoj që në momentin kur Ledioni mbylli Prime-in e fundit, dhe gjatë kohës kur Gjesti po darkonte në Storm Arena, po e përjetonte shumë keq këtë gjën, përse ai nuk u përzjodh, nga që kishte krijuar krejtësisht një fotografi tjetër dhe tani po i dilte një fotografi tjetër duke mos patur informacione nga jashtë në asnjë mënyrë, dhe Egli mundohej që ta qetësonte duke i thënë që kjo gjëja që thua ti nuk është kështu si thua ti, por është kështu si them unë, duke i thënë që ti nuk u përzjodhe nga publiku, por nga banorët, dhe kjo nuk ka rëndësi. Është inati në pyetje, është xhelozia në pyetje etj, sepse normalisht të gjithë banorët aty luftojnë për në finale, të gjithë kanë po të njëjtin qëllim, që të jenë fitues, dhe këtu Gjesti siç duket u prej shumë. Dhe kjo e çovi Gjestin dje që Gjesti të krijon një konkluzion në kokën e tij se çfarë po ndodh me mua jashtë, duke bërë një lloj matematike, gjithë ato drona kanë hyrë dhe unë përsëri nuk jam finalist i parë, çfarë po bëhet. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV. Ne do të vim çdo ditë me lajmet më të fundit, ngjarjet më interesante dhe ato që në fakt po ndodhin në këtë Big Brother.